Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike. Kësaj radhe duam të flasim për nismat e fundit investuese qeveritare dhe ekonominë tonë. Sa e ndihmojnë zhvillimin tonë qëndrueshëm ekonomik. Jemi në studio me zotin Florian Salaj, ekspert i njohur i ekonomisë. Zoti Salaj, përshëndetje misare. Përshëndetje mirë sugjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Zoti Salaj, Kuvendi i Shqipërisë miratoi këto ditë ligjin për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Shteti investon në të 100 milion euro si kapital fillestar. Në gjykimin tuaj, sa do të ndihmojë kjo strukturë që ne si ekonomistë kemi kërkuar prej kohësh, praktikisht, zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë sonë? Mendoj se është një ndër ato aksione, ndër ato masa të cilat janë të vonuara. Pra, ka qenë shumë e dëshiruar që dhe të gjithë ekonomisë, pjesa më e madhe kanë kërkuar në vite që të jetë një bankë zhvillimi pikërisht për fazën aktuale ekonomike në cilën ndodhemi neve, për të arritur që të optimizojmë nivelet e rritjes. Dhe patjetër që gjykimi është pozitiv, gjithmonë me ato kujdeset e rastit, për shkak se çdo ide e mirë, çdo aksion që në dukje është i mirë, mundet të dështojë në qoftë se nuk arrin të implementohet në mënyrën e dur. Dhe mënyra e dur në rastin e Bankës së Zhvillimit, duke qenë se ka për të qenë dhe një institucion tepër profesional, është mënyra e përzgjedhjes së figurave të cilat me vendimarrjen e tyre ose me profesionalizmin e tyre do të kenë një impakt të madh në atë pjesë të ekonomisë tonë që sot është e pa shfrytzuar dhe e pa organizuar. A mund të shërbejë kjo strukturë e re, kjo Bankë Shqiptare e Zhvillimit si një, le të themi, dallëndyshe e parë e suksesshme kësaj radhe e tregut të kapitaleve tek ne? Kemi patur disa prova më përparshme dhe Bursa e Tiranës, por ne nuk duken ende të suksesshme. Duhet të nisemi në eksperiencat e vendeve të tjera. Banka e Zhvillimit lejon dhe pjesëmarrje kapitale, patjetër, por nga ana tjetër zhvillimi i bursave, të paktën me Italinë me të cilën neve dhe nga e cila ne po marrim asistencën teknike, ka qenë një me dy faza. Pra faza e parë është financimi këtyre sektorëve të ekonomisë të cilët të ndikojnë në zhvillimin e sektorëve ekonomik të vendit, dhe faza e dytë ka qenë në një farë mase edhe nga Banka e Zhvillimit ose Kasa di Prestiti atje, për faza e dytë ka qenë krijimi i atyre institucioneve të cilat janë apostafat enkas për institucionet të cilat kanë profesionalizëm në zhvillimin e tregut të financiar. Në Itali u krijua Mediobanka dhe institucionet të tjera të cilat zhvilluan pjesën e investimeve. Duke patur parasysh dhe eksperiencën rajonale lidhur me Bankën e Zhvillimit në fqinjin tonë, Maqedoninë e Veriut, ku një pjesë e mirë e aksionerëve u bën edhe përfaqësues të diasporës maqedonase të Veriut, a mundet t'i besojnë kësaj Banke Zhvillimit tek ne edhe përfaqësuesit e diasporës? Kemi zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit dhe janë rreth 230-250.000 të tyre të regjistruar. Nuk ka asnjë lloj arsye në gjykimin tim se mos i besojnë. Është një institucion i cili përtej instrumentave, sepse do jetë gjithsesi në tregun financiar dhe ne tashmë shquhemi është fjalë e madhe, por kemi një treg financiar të stabilizuar, do të ketë edhe garanci të shtesë, duke qenë se do jetë një bankë zhvillimi me kapital shtetror. Po në mars 2025 në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë u prezantua studimi i fizibilitetit i leverdishmërisë i ekurrudhës Durrës-Prishtinë. Segmenti i ri, sepse një pjesë gati gjysmën e mbulon ekurrudha projekti tjetër Vor-Hanihotit, dhe i në Shkodër, kuptohet, pra segmenti Shkodër-Gjakov ka një kosto paraprake si pas studimit rreth 1.8 miliard euro. A mundet të tërheq fonde ky projekt edhe nga Banka Evropiane e Investimeve BEI, e cila do të hapi së shpejti një zyrë në Tiranë si projekt rajonal? Do të nisim duke thënë që çdo investim në infrastrukturë është pozitiv për ekonominë. Pastaj, gjykimi tjetër, konsiderata tjetër ka të bëjë me aspektin financiar dhe riskun financiar që lidhet me investime kaq të mëdha kapitale. Dhe në vazhdimin e gjykimit është prioriteti i investimeve. Në plan të parë duket një diçka për t'u admiruar, për t'u vlerësuar, fakti që do të shkojë një shifraqe madhe parash në një aks që mund të promovoj duke thënë që shiko se po bashkon kombin në drejtimin tjetër të rrugës kombit.
dhe më pas do të shkoj dhe të cik koridorin 10, por falë për batutën duke ka veshin nga mbrapa, ndërkohë që ne kemi koridorin 8, i cili do të shkoj në gjurmën e rrugës e Ignatia dhe edhe atje mund të prekë jo vetëm koridorin 10, por edhe të gjithë pjesën e tregut të Euroazis që ka qenë dhe qëllimi i rrugës e Ignatia. Pra, në këtë kontekst, besoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm të përfundojmë dhe të japim një prioritet investimeve që na duhen. Pra, në gjykimin tim, i pari është koridori 8, i dyti është është e rëndësishme, lidhja me Shkodrën, por nuk duhet të përfundojnë në Tiranë. Pra, është më prioritare në gjykimin tim të shkojë Kurudha në Vlorë, pra të bashkojnë dy pjesët e Shqipërisë, dhe patjetër pastaj, në momentin që do krijohen, sepse patjetër që krijohet një vlerë e shtuar nga integrimi me njëri tjetrin dhe edhe nga koridori 8, patjetër që neve jo e kështu, por është e detyrueshme lidhja me Kosovën. Dua të bëj një batutë ose dua të nënvizoj diçka, po të vinë një re, financohet Hekurudha nga qendra e Shqipërisë në veritë e Shqipërisë. Edhe për tej. Dhe nuk ka asnjë fond të Bashkimit Evropian për Hekurudha që shkojnë drejtim të Maqedonisë, të koridorit 8 apo të jugut të Shqipërisë. Dhe kjo duhet të na bëjë të mendoj. Sepse Bashkimi Evropian, sido që të vi puna, tani më ka një basi shtetesh të cilave duhet të sigurojë dhe interesin antarëve të Bashkimit Evropian, dhe të cilët është edhe Greqia. Pra nuk mund, pikërisht fakti që nuk shkojnë fonde në atë drejtim, do të thotë që neve, zhvillimi i Shqipërisë në atë aks, ka aq potencial sa që mund të përbëjë risk për një kompetitor të mundshëm, tash sot nuk jemi, por mund të bëhemi nesër një kompetitor dhe një konkurrent shumë i fortë për, sidomos në transport për Greqinë. Ndërkohë, dhe për këtë arsye ne duhet të shkojmë, një arsye më shumë për të shkuar për të përfunduar aksin e koridorit 8. Ndërkohë kemi dhe një Ekurull që duket se do të përfundojë para, mendohet për 1 ose 2 vjet, Ekurulla Tiranë-Rinas-Durrës, e cila ka tërhequr fondet konsiderueshme të Bashkimit Evropian në kuadër të agjendës së konektivitet, procesit Berlinit dhe planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Ajo kuptohet që do të jetë para në kohë që do të përfundojmë dhe theksuam përpara Ekurullave të tjera. Në gjykimin tuaj, sa e rëndësishme është kjo Hekurull mund në palc të vendit, pra në aksin Tiranë-Durrës? Po, është e rëndësishme për shkak se këtu ndodhet pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare dhe bën dhe një lidhje të shkurtër me Tiranën dhe Durrësin në ata shquajturën që ka qenë quajtur një herë një kohë Durrana. Pra, integron Tiranën me Durrësin dhe ka dhe një imazh shumë të mirë me ata që do vinë dhe do të shohin Shqipërinë për herë të parë, po dhe të tjerë, flas nga ana turistike. Pastaj mendoj që edhe në anën ekonomike, në momentin që ulen kostot e transportit dhe bëhet një qarkullim më me frekuencë midis këtyre dy qyteteve, besoj do të ketë patjetër edhe zhvillime ekonomike dhe kanë këtu parasysh zonë spitallit e tjerë, sepse besoj treni në atë zonë do të kalojë. Zoti Sala, ju faleminderit që ishit me ne sot në Realitetet Ekonomike. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe miropafshim takimet e ardhshme.